e djali filloi ta sprovoj skamjen. Atëherë shkoi e u lidh rrogtar të një njeri i atij vendi. Ky e dërgoi në tokat e veta t'i ruaj thit. E dëshironte ta mbushte së paku donjëherë barkun me kokra çiçibunesh që hanin thit, por askush nuk i jepte. Atëherë i erdhën met e thoshte: sa me dicte im atë u të pranë buka, kurse unë këtu po vdes urije. Do të qohem e do të shkoj të im atë e do t'i them: o atë, rash në mkat kundër qiellit e kundër teje. Nuk jam më i dej të qumë yt birë me pranosin dhe rrogtarët e tu. U qua dhe mori rrugën të kthejet tek Iati. Ndërsa ende ishte larg, Iati e pa, u ngashtrye, u lëshua vrap, e mori ngryk dhe e puthi. Atëherë i biri tha: o atë, rash në mkat kundër qiellit e kundër teje. Nuk jam më i dej të quhem yt birë. Por Iati u tha shërbëtorëve të vet: sillni shpejt petkat me të mira e veshjani, venjani unazën në dorë e të mbathrat në këmbë, sillni viçin e majëm e prenet të ham e të gëzojmë, sepse ky im birë pati vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet. E filluan të defrehen. Djali i tij i madh ndodhi në fush. Kur u kthye, i u afrua shtëpisë, dëgjoi këngë e valle, thirrën një shërbëtor dhe e pyeti ç'ndodhi. Ai i përgjigji: u kthy vllavi yt, e yt atë e preu viçin e majur, sepse ju kthy djali shëndosh e mirë. Ai u zemrua dhe nuk deshi të hyj mbrenda. Iati doli jashtë dhe ju lut. Atëherë ai i tha të atit: qëse unë të shërbej tash sa kohë e kur nuk e shkela asnjë urdhër tënd, e ti, kur s'me dhaj asnjë edhë të gostitë me miqtë e mi. Por kur erdhi ky djali yt, që e prishi pasurinë tënde me lavire, ti ja preve viçin e majm. Biro Iati i tha: ti je gjithmonë me mua, e gjithë çka kam është jotja, por se u desh të gëzojmë e të gazlohemi, sepse ky vllavi yt pati vdekur u ngjall, pati humbur e u gjet. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o